Në rastin e festës së pavarësisë, Këshilli Studentore i Universitetit të Shkodrës Lëz Gorakuqi përcolli urimin e tij në këtë ditë të madhe për shqiptarët. Këshilli Studentor uroi të gjithë shqiptarët në Treva Shqipfolse gëzuar festat e nëntorit dhe festën e flamurit. Përveç urimit, Këshilli Studentor Shkodër bëri thirrje për bashkim dhe unitet në mes shqiptarëve, pasi 28 nëntori është dita drejt realizimit të ëndrrës shekullore, bashkimit të trojeve shqiptare. Ne, fëmijët tuaj, jemi krenar që jemi shqiptarë dhe flasin gjuhën e bukur shqipe. Ne, pasardhësit tuaj, angazhohemi të mbrojmë liritë dhe të drejtat e vendit tonë, liritë të munguara dhe të cunguara prej shekujsh. Ne, besojmë në Shqipërinë europiane por të bashkuar. Besojmë në Shqipërinë demokratike por me vlerat të bartara, unikale dhe tradicionale. Ne thjesht besojmë tek gjaku ynë kuqezi. Sot, për veçurimit për këtë ditë të shënuar, bëm thirrje për bashkim dhe unitet mes shqiptarëve. Sot është dita që rinia shqiptare të ketë qëllime të përbashkëta drejt realizimit të ëndrrës sonë shekullore, bashkimin e trojeve shqiptare. Sot është dita që të ndajmë një herë përgjithmonë ato që punuan dhe punojnë në mbrojtje të flamurit tonë kombëtar, nga ato që trahtuan dhe vazhdojnë të njollosin të ardhmen e kombit shqiptar. Sot është dita që politikanët shqiptar të bashkohen jo për interesat e tyre personale, por për ato madhore kombëtare. Këshilli Studentor ashtu përcjell urimet më të ngrohta për të gjithë shqiptarët edhe nga kryetari i saj Radan Bushati. Ne ishim, jemi dhe do të jemi ato student shqiptarë që me bindjen e plotë e duam Shqipërinë si gjithë Europa, por ama të bashkuar. Ky urim u mbyll me dëshirën që vitin tjetër festat e nëntorit dhe dita e pavarësisë së Shqipërisë në 100 vjetorin e saj të na gjejë më të unifikuar si komb. Këshilli Studentor i Universitetit të Shkodrës urën të gjithë shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugin, të Preshevës dhe Çamëri gëzuar festën e flamurit. Ne, fëmijët tuaj, jemi krenar që jemi shqiptarë dhe flasin gjuhën e bukur shqipe. Ne, pasardhësit tuaj, angazhohemi të mbrojmë liritë dhe të drejtat e vendit tonë, liritë të munguara dhe të cunguara prej shekujsh. Ne, besojmë në Shqipërinë europiane por të bashkuar. Besojmë në Shqipërinë demokratike por me vlerat të bartara, unikale dhe tradicionale. Ne thjesht besojmë tek gjaku ynë kuqezi. Sot, për veçurimit për këtë ditë të shënuar, bëm thirrje për bashkim dhe unitet mes shqiptarëve. Sot është dita që rinia shqiptare të ketë qëllime të përbashkëta drejt realizimit të ëndrrës sonë shekullore, bashkimin e trojeve shqiptare. Sot është dita që të ndajmë një herë përgjithmonë ato që punuan dhe punojnë në mbrojtje të flamurit tonë kombëtar, nga ato që trahtuan dhe vazhdojnë të njollosin të ardhmen e kombit shqiptar. Sot është dita që politikanët shqiptar të bashkohen jo për interesat e tyre personale, por për ato madhore kombëtare. Këshilli Studentor ashtu përcjell urimet më të ngrohta për të gjithë shqiptarët edhe nga kryetari i saj Radan Bushati. Ne ishim, jemi dhe do të jemi ato student shqiptarë që me bindjen e plotë e duam Shqipërinë si gjithë Europa, por ama të bashkuar. Lavdi dëshmorëve të kombit, rrotë festa flamurit, rrof Shqipëria etnike.